Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, sot ndalemi për të soditur një nga misteret më të bukura të fesë sonë, Shenjtën Mari, nën e hyjit, të mbushur plot me hir. Shenjtëria e saj nuk është vetëm një dhuratë e jashtëzakonshme nga hyji, por edhe një dritë që ndriçon rrugën tonë drejt shenjtërisë. Përmes fjalës së hyjit dhe mësimit të kishës, do të reflektojmë mbi kuptimin e vërtetë të shenjtërisë, mbi emrin e Marisë dhe mbi thirrjen univerzale që secili prej nesh ka për të qenë i shenjtë në jetën e përditshme. Ju ftojmë të qëndroni me ne me zemër të hapur dhe shpirt lutjeje. Shenjtja Mari e shenjtë sepse u zgjodh të jetë nëna e hyjit, duke mbetur njëkohësisht Virgja e shenjtë e virgjave. Gjithmonë e shenjta dhe me plot të drejtë sepse ky është në fakt emri i saj i vërtet, e shenjta. Studiuesit kanë zhvilluar diskutime të pafundme rreth domethënies së emrit Maria, por pa arritur në një përfundimtar. Do të dëshironim ta njihnim kuptimin e tij të vërtetë, sepse kjo do të ishte ndriçuese. Është pothuajse e pamundur të mendohet se hyji I ala rastësisë emërtimin e nënës së tij. Ajo ishte një krijesë tepër madhështore për këtë, por deri më sot, kjo mbetet një nga sekretet e hyjit, një sekret që ndoshta është ruajtur për ne, deri në çastin kur do të kalojmë portat e qiellit. Nëse Maria do të thot ylli I detit, pikë e detit, e lartësuar, e fortë, e fuqishme, ndriçuese, e dashura, zonja, e bekuara, apo e përkryera, apo edhe det I hidhur, ne nuk mund ta di me siguri absolute. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, hyji I adhuroi asaj emrin e saj të vërtet, edhe nëse nuk ishte thjesht emri Maria. Përmes kryengjëllit Gabriel, hyji ja shpalli asaj emrin e saj të vërtet. Lajmtari I saj I parë hyjnor e shqiptoi këtë emër me përshëndetjen: Të falem o hir plot. Ky është emri që e dallon Marin nga të gjitha gratë e tjera që mbajnë të njëjtin emër, emri që e veçon si Shenjtja Mari, sepse ajo është e mbushur plot me hirin e hyjit. Është pikërisht ky hir, kjo shenjtëri e bashkangjitur emrit Maria, që bën atë të ndritshme në qiellin blu, si gruaja e veshur me diell. Shenjtëria kjo është domethënia thelbësore e Marisë, nënës së hyjit, dhe shenjtëria do të jetë edhe elementi thelbësor I jetës sonë. Shën Jeronimi shprehte një mendim të ngjashëm kur thoshte: Çfarë tjetër do të thot emri Maria përveç se shenjtërim? Po ashtu, çfarë mund të dëshiroj më shumë në këtë botë se sa shenjtërinë? Askush nuk është I shenjtë si Zoti, lexojmë tek libri I parë I Samuelit. Është shkruar: Jeni të shenjtë sepse jam unë I shenjtë. Lexojmë tek letra e parë e Shën Pjetrit. Jeni të shenjtë sepse unë jam I shenjtë. Lexojmë tek libri I Levitikut. Vetë Jezusi na thot: Jeni pra të përkryer, ashtu si është I përkryer Ati juaj në qiell. Lexojmë tek Mateu Ungjilltar kapitulli 5. Nëse hyj është kaq I shenjtë, atëherë sa më shumë t'i hapim zemrat tona pranisë së Tij, aq më të shenjtë do të bëhemi. Zojës son, engjëlli Gabrieli tha: Shpirti I shenjtë do të zbresë mbi ty dhe pushteti I Lartit do të mbulojë me hijen e vet. Lexojmë tek Luka Ungjilltar. Si pasojë,
Ajo u bë krijesë e lindur nga Shpirti i Shenjtë. Krahasojmë Gjonin Ungjilltar kapitulli 3. U bë një tempull i shenjtë në Zotin, e shenjtë dhe e pëlqyeshme para hyjit. Lexojmë tek Letra Romakëve kapitulli 12. Nga libri i Zanafillës, mësojmë se pasi hyi kishte krijuar veprat e tij, ai shikoi dhe pa se ishin të mira. Hyi do të gjitha krijesat e tij, i do me një dashuri të përjetshme. Ai do njerëzit, mendjen dhe materien. Ai do gjithçka që ka krijuar, sepse gjithçka që është e mirë, përjashtuar vetëm mëkatin. Mëkatin ai e urren, sepse është pafundësisht i shenjtë, dhe sepse mëkati është njolla e vetme e errët dhe e shëmtuar mbi fytyrën e krijimit. Por ky përbindësh i ndyrë kurrë nuk e preku, as nuk e njollosi nënën e papërlyer. Kur hyi krijoi të bukurën e tij të papërlyerën, ai e numroi me kujdes. Me çfarë numri? Padyshim me numrin 1, sepse ajo ishte e para ndër të gjitha krijesat në planin e hyjit, vepra më e përkryer, kryevepra e të gjithë krijimit hyjnor. Ne e dim se kur një material i çmuar është i palosur, ai mund të duket i përsosur dhe i pastër, sepse nuk shohim atë që fshihet brenda. Por kur shpaloset në dritën e plot, shpesh zbulohen mangësi, rrudha apo njolla të pakëndshme. Por në shenjtrinë e Marisë nuk u pa asnjë njollë, as edhe në nënvështrimin dhe përtues të krijuesit. Para tij u shpalos vetëm një hapësirë e pafundme ndriçimi, shkëlqimi dhe shenjtrie të pakrahasueshme. Kur të vi radha jon për të matur, çfarë do të dalë në dritë? Mendja dridhet nga frika përballë mendimit se hyi pafundësisht i shenjtë do të merret me diçka kaq të papastër. Çfarë do të dalë nga palët e panumërta të shpirtit ton? Fantazia stepet nga tmerri përpara kësaj pamjeje. Ai e krijoi atë në shpirtin shenjtë, e pa, e numroi dhe e mati, dhe e shpërndau mbi të gjitha veprat e tij dhe mbi çdo mish, sipas dhuratës së vet, dhe u dha atyre që e duan. Lexojmë tek libri i Siracidit, kapitulli i parë. Shprehja e mati shpreh një qetësi dhe vendosmëri hyjnore. Kur ne masim diçka, e bëjmë me seriozitet. Nuk duam gabime apo mashtrime të syrit. Po kështu, hyi ishte thellësisht serioz kur e mati Marin. Ai nuk ishte si njeriu i pamend për të cilin na paralajmëron Ungjilli, që fillon të ndërtojë një shtëpi pa pasur mundësi ta përfundoj. Hyi kishte për Marin një qëllim të saktë. Ai donte një nën për veten e tij. Prandaj e shejtroi tendën e vet. Krahasojmë Psalmin 45. Ai donte gjithashtu një nën për vëllezërit e tij, dhe pasi e mati dhe nuk gjeti në të asnjë mangësi, e shpërndau mbi mbar njerëzimin. Fëmijët i përngjajnë prindërve të tyre. Maria, nëna e të shenjtit dhe e mbushur me hir, duhet domosdoshmërisht të jetë e shenjtë. Mbretëresha e të gjithë shenjtorëve duhet të zotrojë shkallën më të lartë të shenjtërisë. Kjo nënë e shenjtë është edhe nëna jon, dhe ajo nuk dëshiron asgjë më shumë se sa t'i shoh bijtë e saj, t'i ngjajnë asaj dhe birit të saj hyjnor. Në malin tim të shenjtë, në malin e lartë të Izraelit, thot Zoti hyj. Atje do të më shërbej e gjithë shtëpia e Izraelit. Lexojmë tek libri i Ezekielit profet. Maria mund të krahasohet me atë mal, si mali i Karmelit, që ngrihet mbi të gjitha kodrat e ulta të shenjtërisë që e rrethojnë. Që ta paraqes përpara vetes kishën si të lavdishme, pa njoll ose rrudh apo ndonjë tëmet tjetër, por të shenjtë dhe të papërlyer. Sa më pak njolla të ketë shpirti, aq më e fuqishme është lutja e tij para hyjit. Ne e dim se hyji nuk i dëgjon mëkatarët, por nëse dikush është adhurues i hyjit dhe bën vullnetin e tij, atë ai e dëgjon,
Lexojmë tek Gjoni Ungjilltar. Shenjtria e Marisë është një shenjtri pa asnjë njollë. Për këtë arsye lutjet e saj kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Fuqia e shenjtrisë së Marisë. Prandaj lutu për ne sepse ti je një grua e shenjtë dhe që i druhet hyjit. Do të shenjtrosh të gjitha këto dhe ato do të jenë tepër të shenjta. Lexojmë tek libri i Dalës, kapitulli 30. Ashtu si Maria e shenjtroi shtëpinë e Zakaris, Elizabetën dhe fëmijën në krahurin e saj, Gjon Pagzusin, po ashtu ajo mund të shenjtrojë edhe shtëpinë tonë, nëse e ftojmë dhe e dëgjojmë. Maria është bija, nëna dhe bashkëshortja e shenjtë dhe besimtare hyjtat, birit dhe shpirtit shenjtë. Shenjtria e saj rrezaton dhe shejtron të gjithë ata që i afrohen, siç thot Shën Pali. Burri jo besimtar shejtrohet nga gruaja besimtare, dhe gruaja jo besimtare shenjtrohet nga burri besimtar. Përndryshe, fëmijët tuaj do t'ishin të papastër, por tani janë të shenjtë. Lexojmë tek letra e parë drejtuar Korintasve. Po kështu, Maria besimtare dhe plot fe, mund ta shenjtrojë dhe të na shpëtojë edhe ne, që jemi ose kemi qenë jo besimtar dhe të pafe. Edhe ne duhet të jemi të shenjtë. Nuk është vetëm Maria ajo që duhet dhe që është e shenjtë, as nuk janë vetëm disa shenjtorë, ndër miliona e miliarda shpirtra që kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Çdo shpirt, pa përjashtim, është krijuar nga hyi për të qenë i shenjtë. Jeni pra të shenjtë, sepse dhe unë jam i shenjtë, Zoti që ju shenjtroi. Lexojmë tek libri i Levitikut. A nuk e dini se trupat tuaj janë tempull i shpirtit shenjtë që banon në ju, të cilin e keni prej hyjit, dhe se ju nuk i përkisni vetës? Lexojmë tek letra e parë drejtuar Korintasve. Nëse dikush e shkatron tempullin e hyjit, hyi do ta shkatrojë atë, sepse tempulli i hyjit është i shenjtë dhe ky tempull jeni ju. Lexojmë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 3. Ai na zgjodhi në të para të krijimit të botës, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer para tij në dashuri. Lexojmë tek letra drejtuar Efesianëve. Zoti do të bëjë për vete një popull të shenjtë, siç ta ka premtuar, nëse do t'i mbash urdhërimet e Zotit hyjit tënd dhe do të ecësh në rrugën e tij. Lexojmë tek libri i Ligjit të Përtrirë. Në fuqi të kësaj jete ne jemi të shenjtë, por jemi të thirrur të bëhemi gjithnjë e më të shenjtë nga dita në ditë, sepse ky është vullneti i hyjit, shenjtrimi juaj. Lexojmë tek letra e parë drejtuar Selanikasve. Mëkati sjell vdekjen shenjtrisë. Mëkati dhe mesatariteti, edhe pse ekzistojnë, nuk ishin dëshira, qëllimi apo plani i hyjit. Shkrimi i shenjtë dëshmon se duke vështruar veprën e krijimit, hyi pa se ishte e mirë. Dhe pa gjithçka që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë e mirë. Lexojmë tek Zanafilla kapitulli i parë. Mëkati dhe mediokriteti hyn në botë përmes veprimit të djallit dhe të njeriut. Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu, mëkati hyri në botë dhe me mëkatin vdekja, po ashtu vdekja kaloi mbi të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuam. Lexojmë tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 5. Pagesa e mëkatit është vdekja. Lexojmë tek Romakët kapitulli 6. Thumbi i vdekjes është mëkati. Lexojmë tek letra e parë drejtuar Korintasve. Kur dëshira e shfrenuar mbetet shtatzën, lind mëkatin, dhe mëkati kur kryhet sjell vdekjen. Lexojmë tek letra e Jakobit. Ilaçi i shenjtrisë së Marisë. Ne kemi nevojë për shenjtrinë e Marisë për t'i bërë ballë së keqes së mëkateve tona.
Ajo është kryevepra e shenjtë e hyjit, tempulli i shenjtë i hyjit. Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, lexojmë tek Psalmi 11. Dijeni se Zoti e ka bërë të mrekullueshëm shenjtin e tij, lexojmë tek Psalmi 4. Shenjtja Mari është pa mëkat. Shenjtëria e saj është shenjtërie e përsosur, dhe ajo mund të na ndihmojë të dalim nga balta e mëkatit. Lutu për mua Zotit hyjit tënd, që të largoj prej meje këtë vdekje. Lexojmë tek libri i daljes. Ne i drejtohemi hyjit dhe lusim që të na dhurojë shenjtën Mari si ndihmë në gjendjen tonë. Dërgoje prej qiellit tënd të shenjtë dhe prej fronit të lavdisate, që të jetë me mua dhe të punoj me mua, që të njoh çfarë është e pëlqyeshme para teje. Lexojmë tek libri Urtis kapitulli 9. Ai e krijoi në shpirtin shenjtë, e pa, e numroi dhe e mati, dhe e shpërndau mbi të gjitha veprat e tij, dhe mbi çdo mish sipas dhuratës së vet, dhe u dha atyre që e duan. Lexojmë tek libri i Siracidit kapitulli i parë. Ata që i shërbejnë asaj, i shërbejnë të shenjtit, dhe hyi do ata që e duan atë. Lexojmë tek libri i Siracidit kapitulli 4. Thirrja jon, shenjtëria. Hyi do t'u adhuroj me gëzim shenjtën Mari, atyre që e duan atë dhe që dëshirojnë t'i ngjajnë, domethënë të jenë të shenjtë. Do t'i shenjtrosh të gjitha dhe do të jenë tepër të shenjta. Lexojmë tek libri i daljes kapitulli 30. Sepse shenjtëria është thirrja jon. Shenjtëria e përsos qenien tonë të krijuar sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së hyjit. Shenjtëria është urdhrimi i hyjit. Shenjtëria është udha për të arritur jetën e amshuar dhe për të shmangur vdekjen që sjell mëkati. Katolikët, ashtu si populli i zgjedhur, kanë një detyrim ndaj shenjtërisë. Fjalët që hyi i drejtoi popullit të zgjedhur të Beslidhes së vjetër, vlejnë po aq edhe për popullin e zgjedhur të Beslidhes së re, katolikët. Vet hyi thot: jeni të shenjtë, sepse unë, Zoti hyi juaj, jam i shenjtë. Lexojmë tek libri i Levitikut kapitulli 19. Shenjtrohuni dhe jeni të shenjtë, sepse unë jam Zoti hyi juaj. Lexojmë tek libri i Levitikut kapitulli 20. Do të jeni për mua një popull i shenjtë, sepse unë Zoti jam i shenjtë dhe ju kam darë nga popujt e tjerë që të jeni të mirë, sepse ti je një popull i shenjtë për Zotin, hyin tënd. Zoti hyjit të ka zgjedhur që të jesh populli i tij, veçanërisht ndër të gjithë popujt që janë mbi faqen e dheut. Lexojmë tek libri i Ligji për Trirë, kapitulli 7. Këto janë urdhërimet e hyjit. Thirrja universale për shenjtëri. Kjo thirrje për shenjtëri dhe roli që shenjtja Mari luan në të, shprehet bukur nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort në veprën e tij Sekreti i Marisë. Shpirti i zgjedhur, shëmbulltyrë gjallë i hyjit dhe i shëlbuar me gjakun e çmueshëm të Jezu Krishtit. Hyji dëshiron që ti të bëhesh e shenjtë si ai në këtë jetë dhe i lavdishëm si ai në jetën e ardhshme. Është e sigurt se rritja në shenjtërinë e hyjit është thirrja jote. Të gjitha mendimet, fjalët dhe veprimet e tua, gjithçka që vuan ose ndërmerr, duhet të çojnë drejt këtij qëllimi. Përndryshe, ti i kundërvihesh hyjit, duke mos kryer veprën për të cilën ai të ka krijuar dhe për të cilën vazhdon të të mbajë në ekzistencë. Shpirt i zgjedhur, si do të arrish këtë? Çfarë hapash do të ndërmarrësh për të arritur lartësinë të cilën hyji të thërret? Mjetet e shenjtërisë dhe të shpëtimit janë të njohura për të gjithë, sepse gjenden në Ungjil. Mjeshtrit e jetës shpirtërore i kanë shpjeguar, shenjtorët i kanë praktikuar
dhe kanë treguar se sa thelbësore janë për ata që dëshirojnë të shpëtohen dhe të arrijnë përsosmërinë. Këto mjete janë përvojtëria e sinqertë, lutja e pandërprerë, mohimi i plot i vetvetes, dorëzimi ndaj providencës hyjnore dhe bindja ndaj vullnetit të hyjit. Hiri dhe ndihma e hyjit janë absolutisht të domosdoshme për t'i praktikuar të gjitha këto. Ne jemi të sigurt se hiri do t'u jepë të gjithëve, edhe pse jo në të njëjtën mas. Askush nuk mund t'i kundërshtojë këto parime. Prandaj, gjithçka përmblidhet këto. Duhet të zbulojmë një mjet të thjeshtë për të marrë prej hyjit hirin e nevojshëm për t'u bërë të shenjtë. Pikrisht këtë dua të mësoj. Bindja ime është kjo. Nëse dëshiron ta marrësh këtë hir prej hyjit, duhet së pari të gjesh Marinë, pa thënë Shën Luigi Maria de Montfort tek libri Sekreti i Marisë. Emri Maria. Ne së pari shqiptojmë fjalën në shenjtë dhe vetëm pastaj themi Maria. Ashtu si shpirti jep jetë trupit, po ashtu shenjtëria jep jetë shpirtit. Një shpirt në gjendje të kundërt me shenjtërinë, domethënë në gjendjen e mëkatit, ose është duke vdekur për hyjin, si në rastin e mëkatit të lehtë, ose tashmë është i vdekur për hyjin, si në rastin e mëkatit vdekjeprurës. Çfarë dobi e ka njeriu nëse fiton mbar botën, por humb shpirtin e vet? Lexojmë tek Mateu Ungjilltar kapitulli 16. Çfarë dobi e ka t'i japësh dikujt një emër të bukur, nëse nuk i dhuron edhe bukurinë e shenjtërisë? A do ta shpëtoj emri i bukur? Jo, bukuria e shenjtërisë është ajo që shpëton. Emri i Marisë është kaq i fuqishëm sepse ajo është kaq e shenjtë. Pa këtë shenjtëri, ky emër do ta humbiste fuqinë e tij. Nderimi për emrin e Marisë. Sa nderim të madh kishte Shën Bernardi për emrin e Marisë. Ai thoshte: "Në emrin e Marisë çdo gjuhë përkulet. Djajt jo vetëm që kanë frikë, por dridhen nga vetingulli i këtij emri." Po ashtu Toma a Kampis shkruan: "I lavdishëm dhe i admirueshëm është emri yt, o Mari." Ata që shqiptojnë atë në çastin e vdekjes nuk kanë pse t'i friksohen fuqive të ferrit. Këto fjalë na sjellin ndërmend vargu nga zbulesa për gruan e veshur me diell, e cila shfaqet si një ushtri e rreshtuar për betejë. Fuqia dhe dobësia, jeta dhe vdekja. Shenjtëria sjell fuqi në betejë, mëkati sjell dobësi në betejë. Shenjtëria të çon drejt jetës, jetës së amshuar në qiell. Mëkati të çon drejt vdekjes, vdekjes së amshuar në ferr. Shën Pali na kujton se lufta jon nuk është kundër mishit të gjakut, por kundër principatave dhe pushteteve, kundër sundimtarëve të errësirës së kësaj bote, kundër shpirtrave të së keqës në hapësira qiellore. Krahasojmë letrën drejtuar Efesianëve. A nuk i përballoi Maria këto fuqi? Shën Bonaventura thot: "Vetëm Maria ishte e lirë nga çdo vezë dhe shndriste me çdo virtyt. Kundër krenarisë, ajo vuri përvojtrinë më të thellë, kundër zilisë, dashurinë më të zjarrt, kundër përtacisë, zellin më të palodhur, kundër zemrimit, butësinë më të ëmbël, kundër lakmisë, varfërinë më të rrept, kundër grykësisë, përmbajtjen më të matur, kundër sensualitetit, virgjërinë më të lirë." Thirrja kryesore e të krishterit. Të jesh i shenjtë është detyrimi i parë dhe themelor i të krishterit. Një shkallë minimale shenjtërie është e domosdoshme për shpëtim, por shkallët më të larta të shenjtërisë
janë aspirata dhe shpresa e të gjithë atyre që duan vërtet hyjin. Asgjë tjetër nuk i jep njeriut vlerë dhe dinjitet më të madh. Fillimi i shenjtërisë së Krishterë na është dhënë në pagzim, dhe është vullneti i hyjit që ne ta ruajmë dhe ta zhvillojmë atë. Prandaj Shën Pjetri shkruan: ashtu si ai që ju thirrri është i shenjtë, edhe ju bëhuni të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj, sepse është shkruar: jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. Ashtu si Maria është udhëheqësja jonë drejt Krishtit, po ashtu ajo është udhëheqësja jonë drejt shenjtërisë. Sa më shumë ta vlerësojmë dhe ta dëshirojmë udhëheqjen e saj, aq më lirshëm ajo mund të veprojë në jetën tonë. Besimi i mëkatarit e Maria. Pikërisht për këtë arsye, ne që jemi mëkatar dhe që nga vetvetja nuk mund të bëjmë tjetër veç se të mëkatojmë, kemi gjithsesi mjaft besim për t'ju drejtuar Marisë në sprovat dhe nevojat tona. Nëse ndjejmë frikë, t'i afrohemi asaj për shkak të shenjtërisë së saj. Duhet të kujtojmë gjithmonë titujt e mëshirshëm që shpresa dhe besimi i shekujve ja kanë dhënë. Ashtu si hëna e zbet, por e bukur, nuk bën tjetër veç se ndriçon. Po ashtu Maria, gruaja e shenjtë, nuk bën tjetër veç se ta doj hyjin dhe të ndërmjetësoj për mëkatarët, të ndërmjetësoj dhe të mos refuzohet kurrë. Prandaj nga thellësia e zemrave tona të ngarkuara me mëkat ne thërrasim. Shenjtja Mari, lutu për ne mëkatarët. Litani të Zojës së bekuar. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynueshëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia i dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka e beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve.
Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde po ngasi mos shenjtja nëna e hyjit. Mos na I përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jon dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa po i afrohemi përfundimit të këtij emisioni, le ta mbajmë në zemër këtë vërtetë të madhe. Shenjtëria nuk është privilegj I pak të zgjedhurve, por thirrje për të gjithë ne. Shenjtja Marie mbushur plot me hir, na paraprinsin ëndë udhërëfyese, duke na quar gjithmonë më afër Krishtit. Le ta ftojmë në jetën tonë, në shtëpitë tona dhe në përditshmërinë tonë, që me ndërmjetësimin e saj të mësojmë të jetojmë në hir, larg mëkatit dhe më afër vullnetit të hyjit. Ju falenderojmë që ishit me Radio Marinë e Kosovës. Zoti ju bekoft dhe shenjtja Mari ju shoqëroft gjithmonë. Kudo qofshi, hiri I Zotit qoft me ju.